atëherë në Republikën e Kosovës ne kemi në fuqi ligjin për deklarimin për ardhmën dhe kontrollin e pasurisë dhe të ardhurave, i cili ligj do thonë është nxjerrë me vetëm qëllim dhe me vetëm arsye për caktimin e një sistemi deklarimi të pasurisë, duke përfshirë mënyrat e procedurat e fitimit të deklarimit pasurisë, periudhën dhe kontrollin e pasurisë, dhe që realisht në një farforme të shërbej si mënyrë për me ditë sakt kuptueshëm qartë se cili qytetar për zyrtarët e lartë publik apo për kategorinë e caktuar në zyrtarëve publik, se çfarë të ardhura kanë, se si kanë përfituar ato, çfarë sasie të ardhurave kanë, gjithmonë duke ndikuar edhe në rritjen e përmes deklarimit të tyre, pastaj duke ndikuar edhe në rritjen e vet transparencës brenda institucionit ku zyrtari publik e bën deklarimin e pasurisë. Ligji për deklarimin për ardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të ardhurave, si ligj do të thotë zbatohet nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit dhe institucionet e tjera përkatëse. Duhet me pas parasysh që ky ligj ka përcaktuar kategoritë e personave zyrtar të lartë, duke i përcaktuar kategoritë e këtyre personave zyrtar të lartë, pastaj ka përcaktuar kategorinë e personave zyrtar publik, në të cilat pastaj kategorisë se cili person e gjen veten e vet dhe që e njeh pastaj dhe detyrimi për deklarimin e pasurisë të ardhurave, të cilat i ka gëzuar si individ gjatë punës apo i gëzon si individ gjatë punës së tij. Deklarimi i pasurisë përfshin emrin dhe thotë mbiemrin e subjektit deklarues, përfshin emrin dhe mbiemrin e anëtarëve të familjes, duke përfshirë adresën e vendbanimit, pastaj të dhënat mbi pronësinë, kujt i takon ajo pronësi, takon deklaruesit apo anëtarëve të familjes, të dhënat për të hyrat e anëtarëve të familjes, pra të dhëna konkrete duke përcaktuar të gjitha të dhënat që hyjnë edhe në kuadër të dhënave të karakterit pronësor, sendet e luajshme, sendet e paluajshme, duke u specifikuar shpenzime të ndryshme, meditje, donacione, pastaj pjesëmarrja e tyre do thotë në përfitime që kanë mujt me përfitu si rezultati pjesëmarrjes së tyre për aktivitetet të caktuara. Ligji në fjalë ka përcaktuar edhe llojet e deklarimit të pasurisë dhe në cilat raste bëhet. Deklarimi i pasurisë për zyrtarët që i njihet ky detyrim bëhet me rastin e marrjes detyrës, si deklarim i rregullt vjetor dhe deklarim pas mbarimit ose shkarkimit nga funksioni publik. Janë këto kategori të cilat ligji për deklarimin e pasurisë i njeh si kategori dhe raste kur bëhet deklarimi i pasurisë. Duhet me pas parasysh që është mundësu deklarimin në mënyrë elektronike i pasurisë, duke e facilituar dhe lehtësuar punën e procesit të deklarimit të pasurisë nga zyrtarët publik. Duhet me pas parasysh që në kuadër të këtij ligji njihen edhe detyrimet dhe përcaktimet në kuadër të përcaktimeve të caktuara ligjore nga ky ligj ndaj agjencisë si dispozita ndëshkuese ndaj subjekteve deklaruese të pasurisë, që do të thotë në rastet kur personat mosdeklarimi i pasurisë qoftë në kohën e paraparë sipas ligjit, por edhe mosdeklarimi i pasurisë në formë të saktë është shkelje ligjore dhe parashihen edhe gjoba për një gjë të tillë. Megjithatë, prap ka zyrtar ligjor në farforme zyrtar publik që ikin një obligime të tillë. Pse zakonisht ndodh kjo? Siç edhe fillova me thënë, ligji në fjalë për deklarimin e pasurisë të ardhurave, dobisë pasurore, ka përcaktuar dispozita ndëshkuese te kapitulli i këtij ligji, kapitulli 7 tek 28, mosat që njihen ndaj subjekteve dhe i ka përcaktuar kategori e dënimeve, mënyrën e shqiptimit të mosave, deri në fund saqë në rast se subjekti nuk e deklaron sërish pasurinë përkundër shqiptimit të mosave, më shku edhe me kallëzim penal ndaj subjektit në fjalë, por gjithmonë duke u bazuar në përcaktimet ligjore të këtij ligji material. Duhet me pas parasysh që ky ligj i ka njoftë në mënyrë specifike rrethonat, mënyrat kur shqiptohet gjoba, kur shqiptohen masat dëshkuese dhe në rast dështimit të tyre, po e them edhe po e ripërsëris, shkohet me kallëzim penal. Duhet me pas parasysh që vepra penale që trajtohet në kuadër të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, aty në nenin 430, mos raportimi ose raportimi i rrani pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, dobisë tjetër materiale ose detyrime financiare, e parasheh si rrethon dhe parasheh si vepër penale që mund
të njëjtën. Mirë po, çka është me rëndësi tek e vepër është në rastin konkret organi i ndjekjes, prokuroria duhet ta dëshmojë dashjen që ka ekzistuar tek subjekti detyrues deklarues i pasurisë, kërktar zyrtari që mos me deklaruar pasurisë dhe qëllimin që ai ka pas me mshit. Gjatë procedurave gjyqësore, domethënë duhet me e trajtu dhe me i dhënë rëndësi të posaçme dëshmisë që pse personi zyrtar, domethënë i dhënë përgjigje edhe gjykatës